Një aksident tragjik me pasojë humbjen e jetës së një njeriu është regjistruar mbrëmjen e të martës në Sukt. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 23:45 në rrugën që lidh Suktin me Rrushkullin, në lagjen Stalla. Sipas të dhënave paraprake nga policia, një automjet është përplasur me një motomjet që drejtohej nga shtetësi me iniciale ASH 28 vjeç. Për shkak të plagëve të marra nga përplasja e fortë, i riu ka ndruar jetë në vendngjarje pa mundur të mbijetojë dëmtimeve. Menjëherë pas aksidentit, në zonë kanë mbërritur shërbimet e policisë dhe grupi hetimor, të cilët kanë kryer veprimet e para procedurale dhe kanë nisur hetimet për të zbardhur rrethanat e plota të ngjarjes. Policia bëri me dije se ka arrestuar drejtuesin e automjetit, shtetësit me iniciale MV 19 vjeç, i cili dyshohet se është përgjegjës për aksidentin e rënd. Hetimet vijojnë për të përcaktuar shkaqet e aksidentit, si dhe dinamikën e plotë të përplasjes që i mori jetën 28 vjeçarit.